Kemi fillu me shpjegu hadithet e Imam Nevojut, 40 hadithe Imam Nevojut. Hadithin e parë e kemi shpjegu, tashmë në hadithin e dytë. Ju kujtohet në hadithin e dytë e kemi përkthy hadithin dhe i kemi cek dobit e hadithit, shkaku që më në arë ma let, pasaj me komentu hadithin. Prej hadithit e kuptojme që Gjibrili ka ardhur dhe ka pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për disa çështje në fejen tonë. Për tëve ka pyet ma huwa al-islam. Cilo është Islami? Çka është Islami? Pastaj pejgamberi ka filluar me thonë al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah. Islami është që nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, wa anna Muhammeden rasulullah. Dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i Allah azza wa jall. Kemi thonë, tani e kemi me shpjegu hadithin. Do të nalmi me fjalën la ilaha illallah. Çka është Islami? Pejgamberi thotë Islami është la ilaha illallah Muhammeden rasulullah. Apo Islami koka me dëshmu Allahun, edhe Islami koka me dëshmu pejgamberin e tij. Na do të nalmi me fjalën që është la ilaha illallah. Vetëm me fjalën la ilaha illallah kena me komentu. Pastaj kena me dalë me fjalën Muhammeden rasulullah. Çu thon ta në Islam? Shahadetejni, dy shahadete. Kush dami në Islam, patjetër do dy shahadete. Dëshminë e Allahut azza wa jall dhe dëshminë e profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Shahadete, la ilaha illallah. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë al-i'tiqadu wal-iqrar, bindja e jote në brendësinë tane. Që kjo është shahadeti. Ti e thu bindjen tane që fshefet në zemrën tane. Wal-iqrar, dhe e deklaron ato që ki në zemrë me çka? Me gjuhë. E pranon ato edhe me zemër dhe me gjuhë. Al-i'tiqad wal-iqrar e ka edhe kuptimin besimi dhe pranimi. Ato që e beson në brendësinë tonë, në zemrën tonë, edhe e pranon. E thu me gjuhë edhe shtin vepër e pranon. Domethënë fjala la ilaha illallah me përkthy çështjen nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Ti e pranon këto me zemër. Edhe e shtin ku? Në praktik, në vepër. E lut Allahun, kërkon ndihmë prej Zotit, strehos tek Allah azza wa jall, e fal namazin për Allahun, sejdën e bën për Allahun, dhikrin e bën për Allahun, agjeron për Allah, që kjo që është besim e fut në zemër, mi pa e qet edhe në praktik. Annahu la yastahiqu al-ibada illa Allah. Fjala la ilaha illa Allah është ashtu që shtanëm, besim dhe pranim. Po të njëjtën gjë, me të vërtet, ai Allah azza wa jall i meriton adhurimet, me adhuru ata. Krejt adhurimet që i kemi në dinin ton, kush e meriton këto adhurime? Allahu, illa Allah. Përveç Allahut ja bëjmë krejt adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall. Waltizamu dhalika wal amalu bihi. Edhe përqendrohemi, edhe nënshtrojmë veten, edhe obligohemi veten me fjalën la ilaha illallah, edhe punojmë me këto. Krejt adhurimet ku ne ja bëjmë Allahut azza wa jall. Pastaj vëllazër, fjala la ilaha nuk ka të adhuruar. Moment, la ilaha nuk ka të adhuruar. Këtu çka hyn? Këtu hyn nafyun. Çka do të thonë? I mohan të gjithë adhurimet. Kur thotë la ilaha, i mohan të gjithë adhurimet. Çdo adhurim që bëhet në vend të Allahut i mohan. Adhurimi për shembull miron sejdë do kon tjetër. E mohan tu jo. Me bëu dhëkë do kon tjetër. E mohan vetë se Zotin. Çdo adhurim te e mohan. Pastaj illa Allah. E vërteton, e pranon. Thu krejt adhurimet i takojnë kujna Allahut dhe ju do kujna tjetër. Me këto fjalën e kuptojmë shahadetin. La ilaha illa Allah. Çi kjo është? Për ty dhe shka nxerrmi dy shtyllat e shahadetit. Pohimi dhe muhimi. Pohim, çka do të thonë? Me pranu që do të më adhuru Allahun. Muhim, çka do të thonë?
krejt i bohan, nuk i pranon adhurimet me abu dokon tjetër, vetëm se Allah, dhe i mohan nuk i pranon adhurimet për shembull mira vorrën sejdë, pse mirane vorrën sejdë, pse mirane me bu dhikr për këta, pse për ata nuk i pranon. Da thonë i nxjerrmi për fjalës la ilaha illallah, për shahadetit, tauhidit, i nxjerrmi këto dy kushte, pohimin dhe muhimin. Pastaj o vëllezër, çka do të thonë kuptimi i fjalës la ilaha illallah? La ilaha illallah. Çka do të thonë kuptimi i fjalës la ma'buda bihaqqin illallah? Ato që e thash. Kur të pyet ndaj kush, çka do të thonë fjala la ilaha illallah? Çka do të thonë la ma'buda bihaqqin illallah? Nuk ka të adhuruar me të drejtë që e meriton me hak, me merit përveç Allahut. Që ky është kuptimi i këtij fjalës la ilaha illallah. Sa musliman jetojnë dhe vdesin dhe nuk e din kuptimin e kësaj fjale. A mushrikët në kohën e profetit e kanë ditë çit fjalë, nuk e kanë pranuar. E sa di shumë musliman të thonë po e di shahadetin, e di fjalën e tauhidit la ilaha illallah. Kur çka do të thonë? Se din. Mbonë men. Fjala la ilaha illallah, alaykum salam. Fjala la ilaha illallah, çka do të thonë? La ma'buda bihaqqin illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë, me merit, me hak, vetëm se Allah. Përveç Allahut azza. Ai ka hak. Me këto çka kuptojmë? Kuptojmë që zota të tjerë që adhurojnë njerëzit ka. Ai adhuron miu, e dini? India adhurojnë miu, e adhurojnë lopën. Ai Zoti thot. Për çata ka fjala la ilaha illallah, për çata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku i ka thonë mushrikë, thuni la ilaha illallah se kanë pranuar. E kanë ditë. Kanë çush më thonë la ilaha illallah, kur na pa adhurojmë dikon tjetër, na pedim kush është Zoti. Amma dhe na zota të tjerë i kemi. So zota e në kohën e pejgamberit, 300 sa zota ata që i kanë thonë. Ma i malli për tyve, lati dhe zati o kanë. Prandaj subhanallah. Ta thonë njerëzit e devijun, kuptimi i fjalës la ilaha illallah e jep edhe kja, nuk ka të adhuruar me të drejtë, me merit, që meriton vetëm se Allah, përveç Allahut azza wa jall. E këtu shka thonë gjithë ulemat e ehli sunetit. Thonë që fjala la ilaha illallah hin çdo adhurim tjetër në vend të Allahut dhe krejt iman si pranon. Ka zota që i thonë njerëzit Zot, që thash lopës i thonë Zot. So sende ka, subhanallahu më kujton që njerëzit kanë adhurojnë dhe i thonë si Zot. Na krejt ata i mohojmë. Na i thonë Zot i vërtet kush është që meriton të adhurohet, është Allah azza wa jall. Kjo është mendimi i ahli sunetit me fjalën la ilaha illallah. Gabimet në shprehje në fjalën la ilaha illallah. Moni men, vjen ai kush të devijuar, i devijuar është, grupacion, është shi, është dervesh, ose sufi, lloje të tëra që çka janë. E kur ti thotë ajt lenin Allah, çka do të thonë? Ai mundohet me ardh me kuptim ndryshëm. Për gabimet që thonë la ma'bude illallah, nuk ka të adhuruar vetëm se Allahu. Edhe pse kjo shprehje është e ngjashme, po jo, nuk pranohet. Pa ashtu la ma'bude bihaqqin, me merit, me të drejtë. Jo më thon adhurohet përveç Allahut. Çka do të thonë që adhurohet përveç Allahut? Do të thonë pas ka dhe zota të tjerë që ata meritojnë të adhurohet. Jo, ku i ki bihaqqin, që meriton me të drejtë, është Allahu. Kur tu te vetëm këtë shprehje nuk ka të adhuruar vetëm se Allahu, atëre pas ka adhurim tjetër që pranohet. Jo, nuk ka të adhuruar bihaqqin, me të drejtë, përveç Allahut. Kush është? Do të thonë përveç Allahut nuk ka tjetër kush, vetëm se Allahu zot do të adhurohet. Kjo shprehja e parë gabim. Shprehja e dytë, kur ti thon njerëzve, a keni ndëgju? Sukaron ndoshta polemik me me njerëz të devijun. Kur ti thua çka do të thonë fjala la ilaha illallah, thonë la khaliqa illa Allah. Jo. Nuk ka krijues përveç Allahut. Jo. Ai i cili thotë kështu, kur tu çka do të thonë fjala la ilaha illallah, ta ban thotë nuk ka krijues përveç Allahut. Dije mi që ai është adhuruesi i vorrave. Ai është mushrik. Ai po da me thonë sukur mushrikët. Na pedimi që Zoti është krijuesi. Na pedimi që Zoti krijan e furnizon. Ama jo sejdën e adhurimin që me bëu të vdekurve. Që është ka të vinë maturidite, sharit, sufit, dërvesht, e njojnë fjallën la ilaha illallah kështot. Jo, nuk pranohet. Tuj fjalla la ilaha illallah të ehli suneti nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. La ma'bude bihaqqin illa Allah.
Kjo është domethënë tek ehli suneti. Grupet tjera vinë dhe thonë, çka domethënë fjala la ilaha illallah, ta bojnë la hakemiyete illa Allah. Nuk ka gjykim përveç Allahut. Kush janë këta? Për të veki për shembull shijat, e kanë çto. Për shijave kanë rrjedhë edhe kush, por dhe tëve edhe kush xhavarixhet, tekfircat, ndicodit. Ati po ku të rrim me ta ligji islam do të më kanë. Kur ti thua fjalën la ilaha illallah, këta përmbledh fjalën la ilaha illallah, i thatë nuk ka gjykim vetëm me ligjin e Allahut. Kështu kur e mytën Uthmanin, apo e mytën Uthmanin, Ali radiallahu anhu hypi mbajtë khutbe. Tu i thon njerëzve, a e din ku ne keni mbyt? U çun janë mesën e tyre, e tha çit fjalë, nuk ka gjykim përveç Allahut. Edhe janë nëse njerëzve të gjua Alijen, ai në khutbe me gur. Para mendaj e xhavarixhet. Por me soj fjale, çka dëshirojnë? Dëshirojnë sherr me bo. Pse ti kur nuk gjykan me ligjin e Allahut, ai përmin erë çat pi fejes, te i çafirtat edhe të myt. Jo, kjo nuk është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Pastaj ajo vëllezër, gjitha këto fjalë që i grumbullova janë kuptimi gabimisht për grupeve devijum me fjalën la ilaha illallah. Mirë, la ilaha nuk ka të adhuruar. Që kja shpreje, në islam prish, qka prish? Yubtilu shirke bi gjemi'i enwa'in. Që kja fjala, la ilaha, nuk ka të adhuruar, i shkatëran të gjithë llojet e shirkut me llojet e saj. Çdo shirk, çdo lloj i shirkut, i vogël, i madh, i fshat, e kështu të mëra, fjala la ilaha i shkatëran krejt. Pastaj ويجيب الكفر بكل ما يعبدون من دون الله. Dhe është obligim me këtë fjalë që thonë la ilaha, është obligim që me bu kufër në çdo adhurim që ju bëhen në vend të Allahut. Kur e shan dokon duke adhuru dokon tjetër në vend të Allahut, minar e mohan, thuj kjo zban, kjo çet pi dinit, pi fejes, sejdja, adhurimi, lutja, strehim mbrojtje, kuna i takan Allahut. Kjo është la ilaha, nuk ka të adhuruar. Në më thani prish këtë llojit e shirkut, po të njëjtën gjë çdo adhurim që bëhet në vend të Allahut e mohan, do të thonë i ban kufër. Illa Allah, përveç Allahut. Kjo e vërteton, e ban që ti me qenë i qëndrueshëm në adhurimin të vetmin në Allahun Azza wa Jall. Wa yajibu al-amala bidhalik. Është e domosdoshme që ti me punu me këtë fjalë. Kur thu la ilaha illa Allah, atëre është obligim për ty që me i muhu mushrikët, me i muhu mos mi desh, kon shijat, dërvesh, sufit, tasene, nuk është mirë mi desh. Pse? Nuk e kanë besimin e ehli sunetit. I muhan, kufër, muhim, illa Allah, përveç Allahut, je qëndrueshëm me besimin e ehli sunetit, me adhuru, me merit, me të drejt, vetëm se Allahun Azza wa Jall. Ajet Koranore vëllezër për këta është, Allah Azza wa Jall thënë në Koran, "Faman yakfur bit-taguti", dhe ai cili i mohan tagutat. Tagut çka do të thonë? Tagut do të thonë çdo gjë që adhurohet përveç Allahut. Çdo adhurim që bëhet në vend të Allahut që është tagut. E ti çka po thua ajet Koranore, çka po thotë Allah? "Faman yakfur bit-tagut", ai cili i mohan çdo gjë që adhurohet përveç Allahut. Kjo fjalë, kjo shpreh ajet Koranor. Hen me fjalën la ilaha. Pastaj ajet i ngjitër është wa yu'min billah, dhe beson në Allahun Azza wa Jall. Ku hen kjo? Illa Allah, përveç Allahut. Çfarë fjala? La ilaha illa Allah. Është me ajet Koranor. La ilaha, çka do të thonë? Mi muhu krejt adhurimet në vend të Allahut. Çaj që adhuron diçka tjetër në vend të Allahut e mohan. Wa yu'min billah, është ajet i njëjti. Dhe beson në Allahun, kushin? Illa Allah, përveç Allahut. Besimin, adhurimin, lutjen, strihimin, ku ne ja ban Allahut Azza wa Jall. Pastaj dobia e kësaj fjalës la ilaha illa Allah, në çështë ju përmbash. Çfarë dobi ka? Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Allah po thot, ai i cili ju përmbahet kësaj fjale la ilaha illa Allah, ai është kapur për një lidhje shumë të fortë e të sigurt, e cila kjo lidhje nuk shkputet kur, është i drejtë. Kush adhuron Allah me kuptimin e fjalës, me domethënien e shahadetit, tauhidit, ç'është duhet,
që ajo ka për Zotin mirë që shdo, që ajo adhuran Allahun që shdo. Ai cili nuk e din kuptimin e fjalës shahadetit, tauhidit mirë, ai nuk ka ka për mirë. Ai shumë shpejt ka me deviju, shumë shpejt ka me rënë sejdë dhe vorrave. Allah na rujt. Për kësaj na ju vëllezër, shpejt e shpejt i numërojmë kushtet e fjalës. Prandaj na jemi musliman, mi bëmë pyet muslimanin çtash. Ai din kushtet e fjalës la ilaha illa Allah, nuk e dimi. Kret për ajeteve e gjithë Kur'ani, prej fillimit deri në mbarim, kret janë me kushtet e fjalës la ilaha illa Allah. Kushti i parë i fjalës la ilaha illa Allah është el ilmu, dituria. A ka thënë Allah në Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illa hu. Dije, merr dije, kush është Zoti jot. E para, për me ditë kuptimin e kësaj fjale, kushti i fjalës la ilaha illa Allah ku ka dituria. Allah është ka thënë illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ai cili dëshmon me të vërtetë me hak dhe ata e din, kanë dituri ato që dëshmojnë. Ti që dëshmon Zotin si hak vërtet me adhuru, wa hum ya'lamun, ata e din, a ki dituri për Zotin ton? Ta thon Allah po thot shahida bil haqq. Dëshmia jote pranohet me shka? Me dituri. Fjala la ilaha illallah pranohet me shka? Me dituri. Kushti i dytë o vëllezër, el yaqin, bindje. Allah zë thot innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Më të vërtet besimtarët janë ata të cilët besojnë në Allahun dhe dërgumin e Tij, wala thumma lam yartabu. Ata nuk dyshojnë, as nuk lëkundën në besimin në Allahun dhe të dërguarit e Tij. Bindje me pat, mi besu Allah që shdojt, mos më koni lohat shumë. Vallah më ka thonë mu filan, dërvishi filan shekhu më ka thonë me shku me shkri një guri të, këto që shkova atje e prishe krejt. Kush bindje jote besimin në Allahun që shdojt? A më ka thonë me shku me njek filanin për mas, me shku me amar teshat ki bereqet. Ku është pasimi i profetit sallallahu alaihi wasallam? Bereqeti është kon me sunetin e profetit, jo me teshen e njerëzit këqi. Subhanallah. Kushti i tretë, el qabul, me pranu fjalën la ilaha illallah. Kur ta thojmë fjalën la ilaha illallah, na do të me pranu. Allah shka të Kur'an, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ata ishin kur pejgamberi thotë, ju thoshte mushrikëve, thuni la ilaha illallah yastakbirun. Kryelartësi se thojmë, se pranojmë këtë fjalë. Pse e kanë ditë kur thu la ilaha illallah, nuk ka lutje, nuk ka strehim, nuk ka mbrojtje, nuk ka namaz, nuk ka sejdë, nuk ka haxh, nuk ka agjerim, vetëm se Allahu do të m'ia bëj këta krejt. E mushrikët e kanë ditë këta, se kanë pranuar. E kush e thot këtë fjalë la ilaha illallah dhe i bën sejdë do kon tjetër pas Allah, dhe i lutet do këtë tjetër pas Allah, ai se ka pranuar këtë fjalë la ilaha illallah. As është e pranuar në kjo dëshmi, kjo fjalë la ilaha illallah. Kushti i katërt e vëllezër, el-inqiyad, nënshtrimi është. Çore, la ilaha illallah pas ka kushte fjalë. Kjo fjalë pas ka kushte. I katërti merren është nënshtrimi. Çka thot Allahu? Wa man yuslim wajhahu illa Allah. Ai cili ju nënshtrohet vetëm se Allah ta zgjë. Ju nënshtrohet për me pa fytyrën e Allahut. Ban adhurim, ju nënshtrohet Allahut për me pa fytyrën e Allahut. E kryen adhurimin, ibadetin, lutjes, strehimin përkon vetëm se Allah. El-inqiyad, nënshtrim. Kushti i 5 o ju vëllezër, me e vërtetute dëshmien tane, fjalën la ilaha illallah, a ki vërtetu në erë? Shka thot Allah në Kur'an, wa minan nasi me yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kto është sidq. Subhanallah. Allah po thot ka pi disa njerëz që thonë besova Allah dhe ditën e gjykimit, mirë po ata në realitet nuk janë besimtarë. Këshirin njerëzit sot, a e kanë vërtetësinë që këta jo? Vërtet, a e kanë e besojnë Allah në jo? Jo, a i vjen fal namaz në ashta? Kur ti thu kemi vdek, i morin gjallë për Allah? Jo, mëre, na morin gjallë për Allah. Jo, bëse kena më plor herë. Që në sutën Yasin, e shumë sure tjera, shka thot Allah për mushrikët. Ka thonë, a besani ju që na kena morin gjalla? Para më ndeshën fjale kanë thonë. E ku me pranu fjalën pasaj la ilaha illallah. Haj. Subhanallah. Edhe grupet devijune se shka thojnë muslimanë, da më thonë një ma shumë. Allah në rrut. Kushti i 6 i fjalës la ilaha illallah është el-ikhlas, sinqeriteti. Allah shka ka thonë, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Allahu
në fenë e tij na ka obliguar që të adhurojmë Zotin me sinqeritet. Namazin me sinqeritet, agjërimin me sinqeritet, haxhin me sinqeritet, dhikrin me sinqeritet. Kushdo që ban ndonjë ibadet pa sinqeritet, ai nuk ju ka përmbar fjalës la ilaha illallah. Edhe pse është adhurim, ai ka desht me shti shirku në adhurim. A mundet me i shirku në adhurim? Po, se me të pa njerëzit, me lavdu njerëzit, se ki bo për Allahën Azza wa Jall. Allah na rujt. Kushti i 7 i fundit, o i vëllezër, është el mahabba, dashuria për këtë fjalë. Kur thu la ilaha illallah, do të më desh këtë fjalë. Do të më ja dit manan, do të më ja dit rëndësinë, domethënien, do të më ja dit kushtet e saj, edhe do të më desh këtë fjalë. Allah zë thot: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ka për disa njerëz që e marrin në vend të Allahut, çush e merr Zotin, e dan dokor, çush e dan Zotin, astaghfirullah. Bërë më shumë se sa Zotin. Këshire njerëz artist, e dan, e madhëshan, ja lëm djalit vet emrin Ronaldo, ai tjetër kështu, ai tjetër kështu, e dan. Madhështan, e kur ta veç çka jetat musliman. Ata ju ka përmbat kjo fjalës la ilaha illallah. Jo. Çka thot Allah? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që besojnë, e thonë këtë fjalë la ilaha illallah, e kanë besimin e mirë të ahli sunetit. Këta e dojnë Zotin shumë. Kjo është kushti i fundit, o ju vëllezër. Kretë në këtë fjalë, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë, me hak, me merit, përveç Allahut Azza wa Jall, hin 3 llojet të tauhidit. Tauhidur rububiyye, me njoft Allahun e krijim. Tauhidul uluhiyye, me njoft Allahun ku në adhurim. Dhe tauhidul asma'i was sifat, me e ditë që Zoti jot, që tuti la ilaha illallah, ky Zot ka emra dhe cilësi, përmes tyre ju bëhet adhurimi dhe kërkan ndihmë prej Allahut Azza wa Jall dhe adhuron Allahun përmes emrave dhe cilësive të Allahut Azza wa Jall. Rububiyye, në ato që Allah ka kriju, dhe thonë, ti të vetmin Allahun Azza wa Jall adhuron, pse e din që ajo është kriju. Kjo është tauhidi rububiyye. Në tauhidin uluhiyye i mohon gjitha adhurimet që ju bën në vend të Allahut. E adhuron vetëm Allahun. Ku e kja? Tauhidin uluhiyye. Në tauhidin asma wa sifat nuk mundesh me adhuru Allahun për ja ditë emrat dhe cilësitë e tij. Çu do me adhuru ti Zotin kur ti s'ja nën Zotit ton emrat dhe cilësitë e tij? Do të më njoft Allahun me emra dhe cilësitë e tij. Kur e njen Allahun Azza wa Jall me emra dhe cilësitë e tij, atëherë ke me adhuru përmes emrave të Allahut dhe cilësitë e tij dhe krejt këta hin në fjalën la ilaha illallah. Kjo është ju vëllezër ligjërata e sodit. Inshallah në takimin tjetër vazhdojmë me pjesën e dytë të shahadetit wa anna Muhammeden Rasulullah.